Dhëndri nuk e fshehu kur për çmimin, që nga dita kur u fejua me vajzën që donte, ai kishte vetëm një kërkesë. Nëna jote nuk do të vi në shtëpinë tonë. Nusja mendoi se po bënte shaka, por ai nuk po qeshte. Nuk dua që njerëzit të shohin një grua të veshur me rroba të vjetra duke ulur në tryezën time. Është nëna ime, tha ajo me lot në sy. Atëherë takoje diku tjetër, jo në shtëpinë time. Fjalët e tij e thyen zemrën e saj. Megjithatë ajo heshti, sepse e donte, dhe shpresonte se një ditë ai do të ndryshonte. Kaluan muaj. Nëna e saj, një grua e varfër që kishte punuar gjithë jetën si pastruese, nuk u ankua kurrë. Madje, çdo ditëlindje dërgonte një dhuratë të vogël për dhëndrin, por ai nuk i hapi asnjëherë. I hidhte në një qoshe pa i parë, derisa një mëngjes gjithçka ndryshoi. Gruaja ndërroi jetë. Në funeral dhëndri qëndroi në fund, më shumë për respekt ndaj gruas së tij se sa për dhimbje. Ai mendonte se historia kishte mbaruar aty, por nuk e dinte se gruaja që kishte refuzuar ta pranonte në shtëpinë e tij kishte lënë pas një testament. Disa ditë më vonë, të gjithë u mblodhën në zyrën e një avokati. Dhëndri ishte i bindur se nuk kishte asgjë për të marrë. Nuk kishte para. Çfarë mund të ketë lënë? Tha ai me një buzëqeshje ironike. Avokati nuk reagoi. Ai hapi dosjen, vendosi syzet dhe tha qetësisht: "Para se të lexoj testamentin, duhet ju them se zonja kishte fshehur një sekret për më shumë se 30 vjet." Dhoma u mbush me heshtje. Gruaja e dhëndrit ngriti kokën. "Çfarë sekreti?" Avokati nxori një zarf të vulosur. Mbi të ishte shkruar vetëm një fjali: "Hapeni vetëm pasi unë të mos jem më." Dhëndri buzëqeshi me përçmim. "Çfarë mund të ndryshojë një letër?" Avokati e pa drejt në sy. Pastaj tha fjalet që ja ngrin buzëqeshjen. "Nëse ajo letër është e vërtet, atëherë njeriu që e përbuzi këtë grua do të jetë ai që do të humbas më shumë nga të gjithë." Dhëndri ndjeu një therrje në gjoks. Nuk e dinte ende se në pak minuta do të zbulonte se gruaja që e kishte quajtur e pavlerë, kishte bërë një sakrificë që do t'ia ndryshonte jetën përgjithmonë. Dhe më e pabesueshmja, trashëgimia që ajo kishte lënë nuk matej me para. Matej me një të vërtetë që askush në atë dhomë nuk ishte gati ta dëgjonte. Gruaja u përbuz gjatë gjithë jetës. Zyra e avokatit ishte e qetë. Ora në mur tregonte 10:05. Në tryezën e gjatë prej druri ishin ulur 4 njerëz që vetëm pak ditë më parë kishin marrë pjesë në funeralin e një gruaje që shumica e njerëzve e kishin quajtur të zakonshme. Për Arditin, ajo kishte qenë vetëm vjehra e tij. Një grua e varfër, një pastruese, një njeri që sipas tij nuk kishte asgjë për t'i ofruar vajzës së saj. Pranë tij rrinte bashkëshortja, Elira, që nga dita e funeralit nuk kishte folur pothuajse fare. Syt i kishte të fryrë nga lotët. Në prehrin e saj mbante çantën e vjetër të nënës. Nuk kishte pasur forcë ta hapte. Përballë tyre ishte ulur avokati, një burr rreth të 60-tave me flokë të thinjur, i cili kishte qenë mik i familjes për shumë vite. Ai hapi dosjen, vendosi syzet dhe i pa të dy. "Faleminderit që erdhët." Arditi kryqëzoi duart. "Ta mbarojmë shpejt. Kam punë." Elira e pa me zhgënjim. "Ardit." Ai ngriti supet. "Çfarë?" "Nuk besoj se ka ndonjë gjë të rëndësishme këtu." Avokati nuk reagoi. Vetëm hapi një zarf të madh ngjyrë krem. "Zonja Sofi ka lënë një testament." Arditi buzëqeshi me ironi. "Testament? Çfarë testamenti mund të lërë një pastruese?" Në dhomë ra heshtja. Elira uli kokën. Ajo ishte mësuar me këto fjalë. Për vite me radhë kishte dëgjuar burrin e saj të tallej me nënën. Sa herë që Sofi vinte për vizitë, Arditi gjente një arsye për të dalë nga shtëpia. Në ditëlindje nuk e ftonte. Në festa nuk e ulte në tavolinën kryesore. Madje një herë kishte thënë para miqve: "Nuk dua që njerëzit të mendojnë se kjo grua është pjesë e familjes sime." Sofi e kishte dëgjuar, por nuk kishte reaguar. Vetëm kishte buzëqeshur dhe kishte thënë: "Mos u mërzit, bi. Njerëzit flasin kur nuk njohin zemrën e tjetrit." Elira e kishte pyetur atë natë: "Pse nuk u zemërove?" Sofi ishte përgjigjur qetësisht: "Sepse urrejtja nuk ndërton familje. Ajo ndërton vetëm vetmi. Dhe një ditë ai do ta kuptojë." Avokati nxori një letër. "Para se të lexoj testamentin, zonja Sofi ka kërkuar të lexoj këtë mesazh." Ai filloi: "Nëse Arditi ndodhet në këtë dhomë,
dua që ai të mos largohet pa e dëgjuar deri në fund. Nëse largohet, nuk do ta mësoj kur të vërtetën. Arditi qeshi. Të vërtetën. Çfarë të vërtete? Avokati vazhdoi. Nuk kam qenë kur e zemëruar me ty, Ardit. E di që më gjykove nga rrobat, nga puna ime dhe nga shtëpia ku jetoja. Por njerëzit nuk janë gjithmonë ata që duken. Arditi u mbështet në karrige. Filozofi. Elira ja shtrëngoi dorën. Të lutem, hesht. Avokati vazhdoi. Përpara se të vdisja, doja të tregoja gjithçka, por nuk doje të më dëgjoje. Prandaj po ta lë në këtë letër. Arditi filloi të humbiste buzëqeshjen. Për herë të parë, ndjeu se kjo nuk ishte një letër e zakonshme. Ndërsa avokati përgatiste dokumentet e tjera, Arditit ju kthyen në mendje kujtimet. Ai e kishte njohur Elirën në universitet. Ajo studionte ekonomi. Ishte e zgjuar, e qetë dhe punëtore. Ai vinte nga një familje e pasur. Babai i tij kishte ndërtuar një kompani ndërtimi. Kur Elira i kishte treguar se jetonte vetëm me nënën, ai nuk i kishte kushtuar rëndësi. Por gjithçka ndryshoi ditën kur shkoi për herë të parë në shtëpinë e tyre. Një apartament i vogël, mobilje të vjetra, mure të lyera vite më parë, dhe në kuzhinë një grua me duar të ashpra nga puna. Sofi. Ajo e priti me buzëqeshje. Mirë se erdhe, bir. Por Arditi nuk ia zgjati dorën. Ai vetëm po shikonte shtëpinë. Kur dolën jashtë, i tha Elirës. Nuk e dija që ishit kaq keq ekonomikisht. Elira ishte skuqur nga turpi. Mami ka punuar vetëm. Çfarë punë bën? Pastruese. Arditi kishte heshtur. Që nga ajo ditë, diçka ndryshoi brenda tij. Ai e donte Elirën, por filloi të kishte turp nga familja e saj. Megjithatë, Sofi nuk ndryshoi kurrë sjellje. Çdo herë që ata shkonin për vizitë, përgatiste ushqimin më të mirë që mundej. Edhe kur nuk kishte para, gjente mënyrën të bënte një ëmbëlsirë të vogël. Ajo nuk ankohej, nuk kërkonte ndihmë. Madje, kur Arditi ofronte para njerëzve, ajo nuk i pranonte. Faleminderit, bir. Kam duart e mia. Derisa mund të punoj, nuk do t'i zgjas dorën askujt. Kjo përgjigje e irritonte Arditin. Ai e interpretonte si krenari të kot, por nuk e dinte se pas çdo nate pune, Sofi shkonte në shtëpi me dhimbje të forta në shpinë. Nuk e dinte se mjekët i kishin zbuluar një sëmundje të rëndë muaj më parë. Ajo nuk ja kishte treguar askujt, as vajzës së saj, sepse nuk donte ta shqetësonte. Zoti Ardit. Zëri avokatit e solli përsëri në realitet. Po, zonja Sofi ka lënë edhe disa dokumente. Arditi ngriti vetullat. Çfarë dokumentesh? Avokati vendosi mbi tavolinë një dosje të trash. Ajo më kërkoi t'ju dorëzoj vetëm pasi të lexoj testamentin. Arditi pa dosjen. Ishte shumë më madhe se sa priste. Çfarë ka brenda? Avokati buzëqeshi lehtë. Pikërisht kjo është arsyeja pse ju kërkova të mos largoheshit. Elira shikoi burrin. Ardit mendoi se duhet ta dëgjojmë deri në fund. Ai mori frymë thellë. Për herë të parë që nga hyrja në zyrë, nuk kishte më asnjë koment ironik, sepse diçka në mënyrën se si fliste avokati e kishte bërë të ndjente se gruaja që kishte përçmuar për vite me radhë, kishte fshehur një histori që askush nuk e njihte, dhe ai nuk e dinte ende se dokumenti i parë që avokati do të nxirrte nga ajo dosje, do ta detyronte të vinte në pikpyetje gjithçka që besonte për vjehrën e tij. Testamenti askush e priste. Në zyrën e avokatit nuk dëgjohej asgjë përveç tik-takut të orës në mur. Arditi nuk ishte më aq i qetë sa kur kishte hyrë. Pak minuta më parë ishte i bindur se gjithçka do të përfundonte shpejt. Tani, për herë të parë, ndjente një shqetësim të çuditshëm. Avokati mori frymë thellë dhe hapi dosjen e trashë që Sofi kishte besuar disa muaj para se të ndëronte jetë. Në faqen e parë ishte një shënim i shkruar me dorë. Ai filloi ta lexonte me zë të lartë. Nëse po e dëgjoni këtë testament, do të thotë se unë nuk jam më. Mos qani për mua. Kam jetuar një jetë të thjeshtë, por nuk jam penduar për asgjë. Pendimi im i vetëm është se nuk arrita t'i tregoja Arditit kush isha në të vërtetë. Arditi uli sy. Për herë të parë emri i tij i shkruar nga dora e Sofis nuk i duke i zakonshëm. Avokati vazhdoi. Ardit e di që më gjykove. Nuk të fajsoj. Njerëzit shpesh shohin rrobat, jo plagët. Shohin shtëpinë, jo sakrificat. Shohin varfërinë, jo dinjitetin. Elira nuk i mbajti dot lotët.
Ajo e njihte nënën e saj. Këto ishin pikërisht fjalët që do të përdorte. Gjithmonë e qetë, gjithmonë pa urrejtje, edhe ndaj atyre që e kishin lënduar. Avokati vendosi letrën mbi tavolinë, pastaj nxori një fotografi të vjetër. Ishte bardhë e zi, në të dukej një vajzë rreth 20 vjeçe, e buzëqeshur, me flokë të gjatë dhe një fustan elegant. Arditi e mori fotografinë. Kush është kjo? Elira e pa me kujdes, pastaj mbeti pa frymë. Mami, Arditi u kthye me njëherë. Kjo është Sofi. Po, ai nuk e besonte. Gruaja në fotografi nuk ngjante as pak me pastruesen që kishte njohur. Ajo dukej elegante, e lumtur, plot jetë. Ku është bërë kjo fotografi? Pyeti. Avokati hapi një dokument tjetër. Në Milano. Arditi ngriti vetullat. Milano. Po. Çfarë bënte ajo atje? Avokati buzëqeshi lehtë. Kjo është pikërisht historia që ajo donte të mësonit. 35 vite më parë. Sofia nuk ishte pastruese. Ajo punonte si stiliste në një punishte të njohur mode në Itali. Kishte fituar një bursë. Fliste 3 gjuhë. Dhe sipas dokumenteve, ishte një nga stilistet më të talentuara të brezit të saj. Arditi nuk po fliste. Ai nuk po e njihte më gruan që kishte gjykuar për kaq shumë vite. Atëherë pse u kthye? Pyeti. Avokati hapi një tjetër dosje. Sepse mori një telefonat. Nga kush? Nga Shqipëria. Elira mbuloi gojen. Ajo nuk e kishte dëgjuar kur këtë histori. Çfarë telefonate? Avokati lexoi. Më thanë se babai im kishte pësuar një goditje në tru, dhe nuk kishte njeri që ta kujdesej për të. Vendosa të lija gjithçka dhe të kthehesha. Arditi heshti. Ajo hoqi dorë nga karriera. Po. Për gjyshin e Elirës. Po. Avokati vazhdoi. Mendova se do të kthehesha vetëm për pak muaj, por jeta kishte plane të tjera. Kur Sofi u kthye në Shqipëri, babai i saj ishte në gjendje të rëndë. Ajo e shiti makinën, pastaj kursimet, më pas edhe bijuteritë, gjithçka që kishte fituar në Itali, vetëm për të paguar mjekët, por gjendja e tij nuk u përmirësua. 2 vite më vonë ai ndërroi jetë, dhe Sofi mbeti pa asgjë, pa punë, pa kursime, pa mundësinë për të kthyer në Itali. Pikërisht atëherë lindi Elira. Arditi shikoi gruan e tij. Ajo po qante pa pushim. Nuk ma ke treguar kur këtë, sepse asun nuk e dija. Avokati nxori një zarf tjetër. Brenda kishte disa fatura, kontrata dhe një librez bankare. Arditi e mori. Shuma që pa e tronditi. Kjo nuk është e mundur. Në llogari kishte një shumë më të madhe nga sa priste. Këto para kanë qenë të saj. Avokati pohoi. Po. Atëherë pse jetonte në varfëri? Avokati e pa drejt në sy, sepse nuk I përdori kur për veten. Arditi nuk kuptonte. Si? Avokati nxori një listë. Në të ishin 10 emra, pranë secilit emër kishte data dhe shuma parash. Çfarë është kjo? Janë njerëzit që ajo ka ndihmuar gjatë 20 viteve të fundit. Arditi filloi të lexonte. Një vajzë që kishte nevojë për operacion. Një djalë që nuk kishte para për universitet. Një familje që kishte humbur shtëpinë. Një burr me kancer. 10 raste. Shuma të mëdha. Arditi ngriti kokën. Ajo I ka paguar të gjitha këto. Po. Pse askush nuk e dinte? Avokati buzëqeshi. Sepse kështu kishte kërkuar vetë. Elira shpërtheu në lot. Kjo ishte mami. Arditi ndjeu një peshë në kraharor. Ai kujtoi ditën kur kishte parë Sofin të veshur me një pallto të vjetër. I kishte thënë Elirës. Thuaj nënës të blej një pallto tjetër. Po na turpëron. Elira I ishte përgjigjur. Ajo nuk do të shpenzoj para për veten. Ai kishte qeshur. Apo nuk ka. Tani e kuptonte. Nuk ishte se nuk kishte. Ajo kishte zgjedhur t'i jepte dikujt tjetër. Avokati mori një tjetër dokument. Kjo është një letër nga drejtori I jetimores Drita. Arditi e pa I habitur. Çfarë lidhje ka një jetimore? Avokati lexoi. Zonja Sofi ka mbështetur fshehurazi jetimoren ton për 17 vjet. Pa ndihmën e saj, shumë fëmijë nuk do të kishin vazhduar shkollën. Arditi uli kokën. Ai kujtoi një debat të vjetër. Një krishtlindje. Sofi nuk kishte bler asnjë fustan të ri.
Në vend të kësaj kishte sjell disa lodra. Ai e kishte pyetur me ironi. Kujt ja ke marrë këto? Ajo kishte buzëqeshur. Janë për disa fëmijë. Nuk e para për vete, por blen lodra. Ata kanë më shumë nevojë se unë. Ai kishte tundur kokën me përçmim. Sot, ai do të kishte dhënë gjithçka për të mos i thënë ato fjalë. Zoti ardit. Avokati e nxori nga mendimet. Po, kjo është vetëm gjysma e historisë. Arditi ngriti sy. Vetëm gjysma. Po, çfarë tjetër ka? Avokati mori zarfin e fundit. Ishte më i trash. Mbi të ishte shkruar me dorën e Sofis. Hapeni vetëm pasi Arditi të ketë dëgjuar gjithçka tjetër. Arditi ndjeu një të ftohtë në shpinë. Çfarë ka brenda? Avokati nuk u përgjigj menjëherë. Ai e hapi zarfin me kujdes. Brenda kishte një fotografi tjetër, një certifikat dhe një qelës të vogël prej bronzi. Arditi mori fotografin. Në të ishte Sofi, por pranë saj qëndronte një burr që ai e njihte shumë mirë. Fytyra ju zbe. Jo. Elira u afrua. Çfarë ka? Arditi nuk arrinte të fliste, sepse burri në fotografi nuk ishte një i panjohur. Ishte babai i tij. Në anën e pasme të fotografisë ishte shkruar vetëm një fjali. Nëse po e shikon këtë fotografi, do të thotë se ka ardhur koha të mësosh pse babai yt më kërkoi të mos i tregoja kur të vërtetën. Arditi ngriti syt ngadalë. Çfarë lidhjeje kishte babai im me Sofin? Avokati mbylli dosjen. Pikërisht aty fillon sekreti që ajo mbajti për më shumë se 30 vjet. Dhe është arsyeja pse ju kërkoi të mos largoheshit nga kjo zyrë para se të lexohej pjesa e fundit e testamentit. Arditi ndjeu se zemra po i rrihte fort. Ai kishte hyrë në atë zyrë duke menduar se vjehra e tij nuk kishte lënë asgjë. Tani po kuptonte se ajo kishte lënë pas diçka shumë më të madhe se një trashëgimi. Ajo kishte lënë një të vërtetë që do të ndryshonte përgjithmonë mënyrën se si ai shihte familjen e tij. Sekreti e babai i Arditit mori e vete e varr. Në zyrën e avokatit askush nuk lëvizi. Arditi vazhdonte ta mbante fotografinë në dorë. Syt nuk i ndaheshin fytyrës së babait të tij. Pranë tij qëndronte Sofi. Të dy ishin të rinj, të buzëqeshur, dhe mënyra si shikonin njëri tjetrin nuk linte vend për dyshime. Ata njiheshin shumë mirë. Nuk është e mundur, pëshpëriti Arditi. Ai e ktheu fotografinë edhe një herë. Në pjesën e pasme shkruhej: ka sekrete që nuk mbrojnë njerëzit, vetëm u avonojnë dhimbjen. Elira ja mori fotografinë nga dora. Edhe ajo mbeti pa fjalë. Mami nuk më ka treguar kur për këtë. Avokati uli syzet. Nuk ju a tregoi sepse ja kishte premtuar dikujt. Kujt? Pyeti Arditi. Babait tënd. Kjo fjali e goditi si rufe. Ai u ngrit në këmbë. Babai im. Po. Çfarë lidhje kishte ai me Sofin? Avokati heshti për disa sekonda. Pastaj hapi një dosje të vogël me ngjyrë blu. Brenda ndodheshin disa letra të lidhura me një fjongo të bardhë. Këto janë letra personale. Të kujt? Të babait tënd. Arditi i mori me duar që i dridheshin. Letrat ishin të vjetra. Në njërën prej tyre dalloi menjëherë shkrimin e babait. Ai e hapi. Rreshti i parë i preu frymën. E dashur Sofi, nëse një ditë Arditi mëson të vërtetën, lutem mos e lër të më urrej. Arditi ngriti kokën. Çfarë do të thotë kjo? Avokati nuk u përgjigj. Vazhdoni ta lexoni. Arditi vazhdoi. Unë e di që ka marrë një vendim që do të më ndjek gjithë jetën, por nuk kisha rrugë tjetër. Ai ndaloi. Çfarë vendimi? Asnjë përgjigje. Vetëm heshtje. Në mendjen e Arditit filluan të riktheheshin kujtime të largëta. Babai i tij kishte qenë një njeri i rrept, gjithmonë elegant, gjithmonë i respektuar, por kishte një zakon të çuditshëm. Çdo vit në të njëjtën ditë të muajit tetor, largohej vetëm. Nuk i tregonte askujt ku shkonte. Kur Arditi ishte 12 vjeç, e kishte pyetur: "Babi, ku shkon çdo tetor?" Babai kishte buzëqeshur lehtë: "Kam një borxh që duhet ta paguaj." "Çfarë borxhi?" "Një borxh që nuk shlyhet kurrë me para." Atëherë Arditi nuk e kishte kuptuar. Sot, ato fjalë morën një kuptim krejt tjetër. Avokati nxori një blok të vogël. Zonja Sofi mbante ditar. Elira u habi. Mami shkruante. Çdo mbrëmje. Ai hapi faqen e parë të shënuar me një fjongo. Filloi të lexonte.
Sot pash Arditin nga larg. Kishte veshur kostumin e parë të shkollës. Donte shumë t'i afrohesha, por nuk munda. Arditi ngriti kokën. Çfarë? Avokati vazhdoi. Nuk dua t'ja bëj jetën më të vështirë. Ai nuk duhet ta di se sa shumë sakrifikoi babai i tij për mua. Arditi u hutua. Babai im sakrifikoi për të. Avokati e pa. Lexoni deri në fund. Në faqen tjetër shkruhej. Ai më solli para edhe këtë muaj. Nuk doja t'i pranoja, por më tha se ishte borxhi i tij ndaj meje. Arditi u kthye menjëherë. Çfarë parash? Avokati nxori një dosje tjetër. Brenda kishte mandat pagesa bankare. Çdo muaj, për më shumë se 25 vjet. Dërguesi ishte kompania e babait të Arditit. Përfituesja. Sofi. Arditi mbeti pa frym. Ai e ndihmonte financiarisht. Po. Atëherë pse ajo vazhdonte të punonte si pastruese? Sepse përdorte vetëm një pjesë të vogël të atyre parave. Po pjesa tjetër. Avokati i dha listën që kishim parë më parë. Jetimore, studentët, familjet në nevojë, operacionet. Sofi nuk i kishte mbajtur për vete. Ajo i kishte shpërndar. Arditi mbylli sy. Çdo paragjykim që kishte pasur po shembej. Ka edhe diçka tjetër. Avokati nxori një kuti të vogël druri. Brenda ndodhej një orë dore. Arditi e njohu menjëherë. Kjo është ora e babait tim. Jo. Si jo? Ishte ora e gjyshit të Sofis. Babai yt e kishte marrë hua. Dhe nuk ja ktheu kurrë. Së bashku me orën ishte një letër. Arditi e hapi. Sofi, këtë orë do ta mbaj derisa ta ndiej se më ke falur. Nuk kam guxim të vi përballë teje. Arditi nuk e kuptonte. Pse kërkonte falje? Avokati mbylli dosjen. Sepse ai e konsideronte veten përgjegjës për jetën që bëre ti dhe Elira. Çfarë do të thot kjo? Do të thot se, po të mos ishte ai, jeta juaj do të kishte qenë krejt ndryshe. Elira ndërhyri për herë të parë. Zoti avokat, më tregoni vetëm një gjë. Po, mami e ka dashur ndonjëherë baban e Arditit. Në dhomë ra heshtje. Avokati nuk u përgjigj menjëherë. Pastaj tha. Po, Arditi u kthye menjëherë. Çfarë? Ata kanë qenë të fejuar. Arditi dhe Elira mbetën të ngrirë. Të fejuar. Po, para se ai të martohej me nënën time. Po, Arditi nuk po arrinte ta besonte. Avokati vazhdoi. Ata planifikonin të ndërtonin jetën bashkë, por familja e babait tënd nuk e pranoi kurrë Sofin. Pse? Sepse ishte e varfër. Në dhomë nuk dëgjohej më as frymëmarrja. Ironia e asaj që po dëgjonte e goditi Arditin në zemër. Ai kishte bërë pikërisht të njëjtin gabim. Kishte përçmuar Sofin, për të njëjtën arsye që dikur familja e tij e kishte refuzuar atë. Avokati vazhdoi. Babai yt u detyrua të martohej me një grua tjetër. Nënën time. Po Sofi. U largua. Dhe nuk u martua më kurrë. Elira shpërtheu në lot. Gjithë jetën vetëm. Avokati pohoi. Ajo tha se nuk mund ta detyronte zemrën të donte dik tjetër. Arditi nuk po fliste. Ai kujtoi çdo herë që kishte tallur rrobat e saj. Çdo herë që nuk e kishte ftuar në tavolinë. Çdo herë që kishte menduar se ajo nuk vlente. Dhe tani po mësonte se ajo kishte refuzuar një jetë luksi, vetëm sepse nuk kishte tradhtuar ndjenjat e saj. Atëherë pse babai im nuk e kërkoi më? Avokati mori frymthell. E kërkoi. Çfarë? Shumë herë. Pse nuk u bashkuan? Sepse ishte tepër vonë. Arditi u habi. Çfarë do të thotë tepër vonë? Avokati nxori një dokument të fundit. Ishte një raport mjekësor. Emri i pacientit. Sofi Dervishi. Data ishte më shumë se 20 vjet e vjetër. Diagnoza ishte e rëndë. Arditi ngriti sy. Ajo ishte e sëmur. Po. Për kaq shumë vite. Po. Dhe nuk i tha askujt. As vajzës së saj. Elira qau me dënes. Mami. Avokati vazhdoi me zë të ulët. Kur babai yt e gjeti dhe i kërkoi të fillonin nga e para, ajo refuzoi. Pse? Sepse nuk donte që ai të linte familjen e tij. Edhe pse e donte ende. Po. Arditi ndjeu një therrje në zemër. Sa më shumë mësonte për Sofin, aq më i vogël ndihej vetë. Avokati mbylli dosjen. Kjo nuk është ende pjesa më e rëndësishme. Arditi ngriti kokën. Ka akoma. Po.
Ai nxori një zarf të kuq. Mbi të ishte shkruar: "Të hapet vetëm pasi Arditi të di kush kam qenë." Avokati e vendosi mbi tavolinë. Brenda këtij zarfi ndodhet arsyeja e vërtet pse zonja Sofi kërkoi që testamenti të lexohej vetëm në praninë tuaj. Arditi e mori zarfin. Ishte i rëndë. Brenda nuk ishte vetëm një letër. Dallohej edhe një çelës dhe një dokument notarial. Ai ngriti syt. "Çfarë është kjo?" Avokati buzëqeshi lehtë. "Është dokumenti që do t'ju tregoj se gruaja që ju e quajtë të gjithë jetën e varfër, nuk ishte as pak ajo që mendonit, dhe në momentin që ta lexoni, do të kuptoni se trashëgimia që ajo ka lënë është shumë më e madhe se sa mund ta imagjinoni." Arditi hapi ngadalë zarfin. Syt ju ndalën te rreshti i parë. Brenda pak sekondash fytyra ju zbardh. Ai ngriti kokën drejt avokatit. "Kjo nuk mund të jetë e vërtetë." Avokati e pa qetësisht. "Është, po thoni se." Zëri ju drodh. Sofia ishte pronarja e vërtetë e kompanisë ku unë punoj prej 15 vitesh. Në dhomra një heshtje aq e thellë, sa dëgjohej vetëm rrahja e zemrës së Arditit. Dhe ai ende nuk e dinte se ky ishte vetëm fillimi i zbulimit që do t'ia ndryshonte jetën përgjithmonë. Pasuria e askush e ke pëkur. Arditi vazhdonte ta mbante dokumentin në duar. Syti lëviznin nga letrat e avokati, pastaj te Elira, pastaj përsëri te letra. "Jo, kjo duhet të jetë një gabim." Avokati tundi kokën me qetësi. "Nuk ka asnjë gabim. Po thoni se kompania Alba Textile Holding ishte e saj." "Jo vetëm ishte." Avokati ndaloi për një çast. "Ajo ishte aksionarja kryesore." Arditi u ngrit me një herë në këmbë. "Kjo kompani ka qindra punonjës." "E di. Ka filiale jashtë vendit." "Edhe këtë e di." "Atëherë pse jetonte në një apartament të vogël? Pse shkonte çdo mëngjes të pastronte zyra?" Avokati buzëqeshi me hidhërim. "Sepse ishte zgjedhja e saj." Në dhomë mbretëroi heshtja. Elira nuk arrinte të merrte frymë normalisht. Mami ishte milionere. Nëse llogarisim vlerën e aksioneve, pronat dhe investimet. Avokati mbylli dosjen. "Po." Arditi uli kokën. Ai ndjeu sikur dikush po ja shemte gjithë bindjet që kishte ndërtuar për vite. Gjithë jetën kishte besuar se pasuria dukej. Se njeriu i pasur vishe shtrenjtë. Jetonte në vila. Ndëronte makina. Në Sofi. Kishte veshur të njëjtën pallto për pothuajse 10 dimra. "Dua ta kuptoj." Zëri i Arditit ishte më i qetë. "Si është e mundur?" Avokati hapi një dosje tjetër. Pas kthimit nga Italia, Sofi nuk e rifilloi karrierën si stiliste, por ajo nuk hoqi dorë nga talenti. Ajo projektonte modele nga shtëpia. Fillimisht për punishte të vogla, pastaj për kompani më të mëdha. Me kalimin e viteve, disa marka të huaja blen të drejtat e modeleve të saj. Ajo fitoi shumë para. Më vonë investoi në tekstile, pastaj në magazina, pastaj në kompani eksporti. Asnjëherë nuk doli në publik, asnjëherë nuk dha intervista, asnjëherë nuk e vendosi emrin në tabelat e kompanive. Pse? Avokati buzëqeshi. Sepse nuk donte që njerëzit ta respektonin për shkak të parave. Donte të dinte kush e respektonte për zemrën që kishte. Arditi uli syt. Ai nuk kishte kaluar kur atë provë. Elira fshiu lotët. Tani e kuptoj. Çfarë? Çdo muaj zhdukej për një ditë dhe më thoshte se kishte disa dokumente për të firmosur. Unë mendoja se pastronte ndonjë zyrë shtesë. Avokati buzëqeshi. Jo. Ajo merrte pjesë në mbledhjet e bordit. Arditi nuk e besonte. Në mendje i erdhi një kujtim. Një pasdite kishte kaluar me makinë pranë qendrës së biznesit. Kishte parë Sofin duke dalë nga godina. Kur ishte kthyer në shtëpi, kishte bërë shaka. E pash nënën tënde te bizneset e mëdha. Ndoshta kishte humbur rrugën. Elira kishte qeshur lehtë. Sofi nuk kishte thënë asgjë. Vetëm kishte buzëqeshur. Tani ai e kuptonte. Ajo nuk kishte humbur rrugën. Ajo po dilte nga kompania e saj. Ka edhe diçka tjetër. Avokati nxori një zarf të bardhë. Çfarë është? Letra që zonja Sofi më kërkoi t'jua jap vetëm pasi të mësoni të vërtetën për pasurinë. Arditi e hapi. Në letër shkruhej. Ardit. Nëse ke arritur deri këtu, do të thotë se më në fund e di se nuk kam qenë e varfër. Por dua të dish se kjo nuk ishte prova më e rëndësishme. Pasuria nuk tregon karakterin e njeriut.
Karakteri zbulohet nga mënyra si sillesh me Dick, kur mendon se ai nuk ka asgjë për të ofruar. Arditi ndjeu sikur ato fjalë ishin shkruar posaçërisht për të. Ato nuk ishin një akuzë, nuk ishin as hakmarrje, ishin një pasqyrë, dhe ai nuk I pëlqente as pak ajo që shihte në të. Avokati vazhdoi. Zonja Sofi më tha një fjali që nuk do ta harroj kurrë. Cilën? Nëse Arditi më respekton vetëm pasi të mësoj sa para kam pasur, atëherë ai nuk ka kuptuar asgjë. Arditi mbylli sy. Për herë të parë në jetën e tij ndjeu turp të vërtet, jo sepse kishte humbur një pasuri, por sepse kishte humbur mundësinë të njihte një njeri të jashtëzakonshëm. Elira hapi çantën e vjetër të nënës. Për herë të parë, brenda kishte vetëm disa sende, një shami, një palë syze, një blok shënimesh, një fotografi të Elirës kur ishte 5 vjeçe, dhe një zarf të vogël, mbi të shkruhej, për vajzën time. Elira e hapi me duar që I dridheshin. Brenda ishte një letër. Bi. Nëse po e lexon këtë, do të thotë se nuk jam më pranë teje. Mos u zemëro me Arditin. Ai nuk lindi paragjykues. Dikush ja mësoi të shoh vlerën e njerëzve përmes parave. Nëse një ditë ai ndryshon, fale. Sepse njeriu që pranon gabimin e vet është më I pasur se ai që ka miliona. Elira nuk mundi të vazhdonte. Lotët I ranë mbi letër. Arditi e mori letrën. E lexoi edhe një herë. Çdo fjalë rëndonte në zemër. Ka mbetur edhe një dokument, tha avokati. Ai nxori një dosje notariale të vulosur. Mbi të ishte shkruar, të hapet vetëm pasi të jenë lexuar të gjitha letrat. Arditi ngriti kokën. Është testamenti. Po. Aty shkruhet kush trashëgon pasurinë. Po. Arditi heshti. Pak javë më parë do të kishte qenë I paduruar ta dëgjonte. Ai kishte frikë, jo nga humbja e pasurisë, por nga fakti se çdo resht I ri po I tregonte një version të vetes që nuk donte ta pranonte. Avokati vendosi testamentin mbi tavolinë, por nuk e hapi menjëherë. Ai pa Arditin drejt në sy. Para se ta lexoj, dua t'ju bëj një pyetje. Çfarë pyetjeje? Nëse zonja Sofi do të ishte ende gjallë dhe do të hynte tani nga ajo derë, çfarë do t'i thoshit? Arditi nuk foli. Për disa çaste askush nuk lëvizi. Pastaj ai u ngrit ngadalë. Syt I ishin mbushur me lot. Do t'i kërkoja falje. Zëri ju drodh. Për çdo herë që e bëra të ndihej e pavlerë. Për çdo fest ku nuk e ftova. Për çdo dhuratë që nuk e hapa. Për çdo fjalë që nuk duhej ta kisha thënë. Ai ndaloi. Pastaj shtoi. Dhe do ta falënderoja. Sepse edhe pasi e lëndova për vite me radhë, ajo vazhdoi të më quante bir. Avokati uli kokën me respekt. Mendoi se zonja Sofi do të ishte krenare ta dëgjonte këtë. Pastaj mori testamentin. Hoqi vulën. Hapi faqen e parë. Dhe tha me zë të qartë. Ky është vullneti im I fundit. Arditi shtrëngoi duart. Ai nuk e dinte ende se fjalitë që do të lexoheshin në minutat e ardhshme nuk do të vendosnin vetëm fatin e pasurisë. Ato do të vendosnin edhe nëse ai do të kishte ndonjëherë mundësinë të falte veten për mënyrën se si kishte trajtuar gruan që gjithë jetën e kishte quajtur gabimisht. E varfër. Testamenti e ja ndryshoi jetën. Në zyrën e avokatit nuk dëgjohej asgjë. Arditi shtrëngonte duart. Elira mbante fotografinë e nënës pranë gjoksit. Avokati hapi testamentin dhe filloi të lexonte me zë të qetë. Unë, Sofi Dervishi, duke qenë në gjendje të plot mendore, lë këtë testament si shprehjen e fundit të vullnetit tim. Ai ndaloi për një çast. Pastaj vazhdoi. Përpara se të flas për pasurinë time, dua të flas për diçka shumë më të rëndësishme. Pasuria ndërtohet. Bizneset rriten. Parat fitohen dhe humben. Por karakteri I njeriut zbulohet vetëm kur ai përballet me dikë që mendon se nuk ka asgjë për t'i dhënë. Arditi uli kokën. Çdo fjalë I rëndonte si një gur mbi zemër. Avokati vazhdoi. Ardit e di që për shumë vite më ke parë vetëm si një pastruese të varfër. Nuk të kam urryer kurrë. Sepse edhe unë kam qenë e re dhe kam parë botën vetëm nga pamja. Jeta më mësoi se njeriu më I pasur mund të jetë më I varfri në shpirt. Ndërsa ai që nuk ka pothuajse asgjë, mund të jetë mbreti I zemrave të njerëzve. Lotët filluan t'i rridnin Arditit pa pushim. Ai nuk tentoi më t'i fshinte. Avokati kaloi në faqen tjetër.
Vajza ime, Elira, ty të lë gjithçka që kam ndërtuar gjatë jetës sime. Të gjitha aksionet, të gjitha pronat, të gjitha investimet, sepse ti nuk më ke dashur kurrë për atë që kisha. Më ke dashur vetëm sepse isha nëna jote. Elira shpërtheu në lot. Ajo nuk mendonte për pasurinë. Mendonte vetëm për faktin se nuk ishte mundur ta përqafonte edhe një herë. Avokati vazhdoi. Ardit, ti nuk je trashëgimtar i pasurisë sime, por nuk dua të largohesh duar bosh. Arditi ngriti kokën. Në dhomë ra një heshtje e thellë. Trashëgimia që po të lë nuk është një llogari bankare. Është mundësia për të bërë njeriu që gjithmonë kam besuar se mund të jesh. Arditi mbylli sy. Lotët nuk ndalonin. Avokati nxori një zarf të vogël. Këtë ma la vetëm për ju. Arditi e mori. E hapi ngadalë. Brenda ishte një qelës. Dhe një letër. Ai filloi ta lexonte. Ky është qelësi i shtëpisë sime. Nuk ka më shumë vlerë se çdo shtëpi tjetër. Por dua që ta mbash. Jo si pronar, por si kujtim. Sa herë ta shohësh, kujto ditën kur kuptove se kishe gabuar duke gjykuar një njeri nga rrobat që vishte. Arditi nuk mundi të vazhdonte. Ai shpërtheu në të qara. Pak minuta më vonë, avokati vendosi mbi tavolinë një dosje të fundit. Ka edhe një kërkesë. Elira ngriti sy. Çfarë kërkese? Avokati lexoi. Nëse është e mundur, dua që shtëpia ime të mos shitet. Dua të kthehet në një qendër për gratë që kanë mbetur vetëm dhe nuk kanë askënd që t'i ndihmoj. Në hyrje të mos vendoset emri im. Vetëm kjo fjali. Mos e gjyko askënd para se të njohësh historinë e tij. Në dhomë askush nuk foli. Elira tha me slotësh. Do ta bëj. Avokati buzëqeshi. E dija. Kaluan 6 muaj. Qendra u hap. Nuk ishte një ndërtesë luksoze, por ishte plot jetë. Gratë moshuara që nuk kishin askënd gjenin aty ushqim. Kujdes dhe mbi të gjitha. Dinjitet. Arditi ishte njeriu i parë që shkonte çdo mëngjes. Ai nuk shkonte si drejtor, as si pronar. Shkonte si vullnetar. Pastronte dyshemet. Lyente muret. Shërbente ushqim. Një ditë një grua e moshuar e pyeti. Bir, pse vjen çdo ditë këtu? Arditi buzëqeshi me trishtim. Sepse dikur mendova se puna juaj ishte arsye për t'ju përçmuar. Tani dua ta bëj me duart e mia. Gruaja nuk e kuptoi, por i buzëqeshi. Një mbrëmje, Arditi dhe Elira shkuan te varri i Sofis. Vendosën një tufë me zambak të bardhë. Arditi u ul në gjunjë. Për disa minuta nuk foli. Pastaj tha me zë të ulët. Më fal. Era lëvizi lehtë lulet. Ai vazhdoi. Nuk mund ta ndryshoj të kaluarën, por mund të ndryshoj njeriun që jam sot. Premtoj se askush nuk do të ndihet më i vogël pranë meje vetëm sepse nuk ka para. Premtoj se do t'i mësoj edhe fëmijët e mi të mos matin kurrë vlerën e një njeriu me shtëpinë, makinën apo rrobat. Sepse gruaja më e pasur që kam njohur ndonjëherë ishte ajo që unë e quaja e varfër. Elira i shtrëngoi dorën. Lotët i rridhnin të dyve, por këtë herë nuk ishin vetëm lot dhimbjeje. Ishin edhe lot mirënjohjeje. Një vit më vonë, qendra ishte bërë një nga vendet më të rëndësishme të qytetit. Qindra gra kishin marrë ndihmë. Dhjetëra të rinj vullnetar ishin bashkuar. Në hyrje nuk kishte një statuj. Nuk kishte fotografi. Vetëm një pllakë e vogël prej guri. Mbi të ishin gdhendur fjalët që Sofi kishte lënë në testament. Mos e gjyko askënd nga rrobat që vesh, sepse nuk e di çfarë sakrificash fshihen pas tyre. Çdo njeri që hynte në atë ndërtesë ndalonte për ta lexuar. Edhe Arditi, edhe pse e kishte lexuar qindra herë, sepse çdo herë i kujtonte gruan që kishte nënvlerësuar gjithë jetën, dhe gruan që, edhe pasi ishte lënduar prej tij, nuk kishte zgjedhur hakmarrjen. Kishte zgjedhur t'i linte një mundësi të bëhej njeri më i mirë. Disa trashëgimi maten me prona, disa me para, por trashëgimia më e madhe që la Sofi nuk ishte asnjëra prej tyre. Ishte një mësim që Arditi do ta mbante për gjithë jetën. Njeriu nuk bëhet i madh nga ajo që zotëron. Bëhet i madh nga mënyra si i trajton njerëzit që nuk kanë asgjë për t'i ofruar. Dhe pikërisht atë ditë, Arditi kuptoi se testamenti më i çmuar që kishte marrë ndonjëherë nuk ishte pasuria. Ishte shansi për të ndryshuar zemrën e tij.